Çfarë e pret Shqipërinë në vitet 2025, 2030, 2035, një vend në shuarje, I djegur në babëzia dëhra heshtja. Shqipëria është duke u zbrazur. Jo vetëm nga njerëzit, por edhe nga kuptimi I vetë ekzistencës së saj si një shtet. Në vitet që vinë 2025, 2030, 2035, ky vend do të përballet me pasojat e drejtpërdrejta të indiferencës kolektive, të tradhtisë politike dhe të plaçkitjes sistematike që ka ndodhur nën sytë tanë. Ne nuk kemi më kohë për fjalë të bukura. Ne kemi nevojë për thirrje të forta, për alarme. Sepse ajo që po ndodh është tragjedi kombëtare me përmasa të frikshme. Një shpopullimi, krimi I heshtur që po na vret si kom. Shqipëria nuk po zbrazet rastësisht. Po zbrazet nga politika që e ka kthyer dëbimin e shqiptarëve në politikë zyrtare. Të rinjt ikin sepse s'ka më as ëndra, as dinitet. Sepse vendi I tyre nuk I do. Në vitin 2035, nëse ky ritëm vijon, vendi do jetë një hije e vetvetes, një tokë për turistë të pasur e kriminal të kamufluar si investitor, e jo më një atë për shqiptarët. Ky është gjenocid demografik. I ngadalë. I heshtur. Por I programuar mirë nga politikanë që duan një popull të varfër, të pashpresë dhe të zhdukur. 2. Korrupsioni, metastaza që po mbyt çdo qelisë të shtetit. Sot Shqipëria nuk ka më institucione. Ka fasada. Ka emra. Por brenda tyre është vetëm errësira e një shteti të kapur nga grupe të interesit. Kush guxon të kërkojë drejtësi, goditet. Kush vjedh miliona, shpërblehet me poste, tendera dhe pushtet. Nëse vazhdojmë kështu, në vitin 2030 nuk do kemi më shtet, por një kompani mafioze me flamurin shqiptar në hyrje, e cila shet tokë, ujë, pyje, njerëz dhe të ardhmen. 3. Arsimi dhe shëndetësia, 2 degët e vdekura të një trupi që po kalbet. Shkollat nuk edukojnë, por prodhojnë diploma false. Mësuesit janë të përbuzur. Studentët janë të raskapitur. Spitalet janë për ata që kanë para. Të varfrit nuk kurohen, ata vetëm vdesin më shpejt. Kjo është e qëllimshme. Një popull I paditur dhe I sëmur nuk proteston. Nuk kërkon të drejta. Vetëm duron. Dhe paguan. Në vitin 2035, nëse nuk ndryshon gjë, fëmijët tanë do rriten pa dije dhe do sëmuren pa shpresë. 4. Mjedisi, Shqipëria po shitet hektar pas hektari. Aty ku dikur ishin pyje, sot janë pallate. Aty ku rridhnin lumenj, sot janë gropa gëlqëreje. Turizmi është përdhunuar nga betonizimi, natyra është kthyer në mall për shitje. Të huajt vinë për të bërë para, vendasit përzihen si mbeturin. Në vitin 2030, Shqipëria rrezikon të mos jetë më një vend I bukur, por një vend I shkatëruar pa kthim. Me ajër të ndotur, me tokë të zhveshur dhe me njerëz që kanë humbur çdo lidhje me natyrën që I rriti. 5. Ekonomia, një piramidë moderne e ngritur mbi djersën e varfërve. Shqipëria s'ka ekonomi të qëndrueshme. Ka fasad ekonomike. Ka pak njerëz që bëhen miliarder brenda natës dhe qindra mira që nuk e dinë si do ushqehen nesër. Remitancat janë oksigjeni I një trupi që vdes ngadalë, ndërsa punësimi real është tallje. Të rinjt punojnë call center, të rriturit punojnë me 300 euro në muaj dhe jetojnë me kredi. Në vitin 2035, ky vend do jetë një zonë pa klasë të mesme. Vetëm të pasur që kontrollojnë gjithçka dhe të varfër që mezi mbjetojnë. Përfundimi, ky është një apel për revolt. Ne nuk mund të presim më. Koha e durimit ka mbaruar. Nëse nuk ngrihemi sot, nesër do jetë shumë vonë. Ky vend do jetë I huaj për fëmijët tanë. Politikanët nuk do e shpëtojnë Shqipërinë. Ata e kanë shitur. Shpresa e vetme jemi ne. Populli. Rinia. Prindërit. Ata që nuk duan ta lënë këtë tokë në duart e kriminalëve. Ky artikull nuk është një parashikim. Është një paralajmërim. Zgjohu, Shqipëri. Ose do të shuhesh si një kom pa zë, pa dinitet dhe pa të ardhme.